Në zgjedhjet e 11 majit 2025, lëvizja e legalitetit paraqitet në koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ajet Gurguri është kandidat i Aleancës për Shqipërinë Madhështore në siglën e Partisë Lëvizja e Legalitetit. Është një djalë i lindur në Fier, është një djalë i mirë shkolluar, ka qenë po dhe sportist i ekipit të Apollonisë Fierit, po mbi të gjitha pse Ajet Gurguri ka foto do ta pak më vonë, kështu që e kalojmë. Ajet Gurguri është familje me origjinë nga Kosova. Është me origjinë nga Kosova. Ajet Gurguri është nip i të ndjerit ish kryetarit Partisë Lëvizje e Legalitetit për qarkun e Fierit, që në atë kohë Partia Lëvizje e Legalitetit ka pasur rezultatet më të mira në qarkun e Fierit, zotit Krasniqi, se Krasniqi Gurguri është pothuajse një emër. Është djalë i ri, po bën është kosovar, pra kjo është ka qenë arsyeja që është zgjedhur pas. Shqiptar i Kosovës. Po, i dëbuar nga Rankoviçi dhe ardhur në Fier në kohën e mbretit Zog. E thon gjithë shqiptarët e Kosovës në qarkun e Fierit. Ky normalisht është integruar, është tashmë një firak, u dha shtëpi, u dha tokë, u dha mbështetje, u dha gjithçka zonë. Gjithçka, dhe ka thënë do të zini tokë aty kur ju e shikoni të arsyeshme që të jetoni sa më mirë, vetëm kujdes. Asnjë pllëm tokë me pronar. Për sa i përket tokave të shtetit, mund të vendosni ku të mundeni dhe neve do t'ju japim tapit hipotekat. Por mos të krijuar konflikt, duke respektuar të drejtën e pronës. Prona nëse është e zotit Bejton, është e Bejtos dhe nuk luan topi, jo tjetërsot si që ka ndodhë të vite. Kjo është Ajet Gurguri, duket fisnik, i qeshur, ka bërë përshtypje në takimet që kanë pasur qarkun e Fierit, populariteti që kishte biznes, kishte as popularitet sa ku kalonim rrugës, që shpeshherë thash Ajet jenë fushat, çfarë ke një si thua si ndrojti, tha ora, tha gjithë to takime, gjithë tani thash duhet jesh i hapur, takoj gjithë njerëzit, pyeti për shqetësimet, implementosh shqetësimet e tyre në programin tënd. Pse jo, Ajeti me komunitetin Mizeqar, Fierak, po duke shtuar dhe votat e Partisë Lëvizje e Legalitetit, aq më tepër të strukturave tona që i kemi goxha në Fier, që nga 2005 deri më sot në qarkun e Fierit neve kemi pas me kandidat këshill bashkiak me një numër votat të konsiderueshëm, votat e komunitetit të shqiptarëve të Kosovës. Ajeti do të jetë me një rezultat të papritur. Dhe nëse lista do të zbres deri tek numri 6-7 në Fier, që do zbresi me patjetër, edhe Ajeti do ketë mandatin e vet për në Kuvendin e Shqipërisë, që të përfaqësojë qytetarët e Fierit. Për qarkun Fier, zoti Ajet Gurguri.